Zona në fjalë është një nga 24 pikat e grumullimit të mjeteve të sekuestruar apo të dalë jashtë përdorimit në të gjithë Shqipërinë. Rreth 4 muaj më parë nisi një fushatë sensibilizuese me qëllim largimin e gjitha mjeteve të sekuestruar apo të dalë jashtë përdorimit nga pikat e tilla, duke u grumbulluar në një vend të vetëm me qëllim edhe lirimin e hapësirave. Por duket se gjithçka përfundoi thjesht me numërimin e mjeteve të cilat ishin pjesë e pikave të grumbullimit, ndërkohë që largimi i tyre nuk ka nisur ende. Një problematikë e cila vijon të mbetet në prezente edhe në qytetin e Vlorës, ndërsa shqetësimi lidhet me faktin se gjithë kjo hapësirë është e pamundur të mbulohet nga kamerat e sigurisë, çka mund të bëhet objekt edhe i grabitjeve të ndryshëm nga persona të caktuar. Rreth 4 muaj më parë nisi një fushatë sensibilizuese për largimin e mjeteve të sekuestruara apo të dala jashtë përdorimit nga pikat e grumbullimit. Fushata u prezantua si një hap i rëndësishëm drejt lirimit të hapësirave publike, rritjes së sigurisë si dhe përmirësimit të menaxhimit të këtyre mjeteve. Procesi nisi me identifikimin dhe numërimin e të gjitha automjeteve të grumbulluara, duke u premtuar se në një fazë të dytë do të realizojë edhe zhvendosja e tyre drejt ambienteve të posaçme. Megjithatë, ndonse ka kaluar tashmë 4 muaj, mjetet vazhdojnë të mbeten ende në të njëjtat pika, pa u ndërmarrë asnjë veprim konkret për largimin e tyre. Problematika bëhet edhe më shqetësuese për shkak se këto hapësira nuk mbulohen plotësisht nga kamerat e sigurisë, duke e krijuar rrezik për dëmtime, vjedhje apo incidente të tjera të mundshme. Vendi i grumbullimit të mjeteve të sekuestruara në Vlorë është një nga 24 pikat në të gjithë Shqipërinë që pritet të lirohen pas largimit të tyre, një proces që ende ka mbetur pezull e nuk dihet ende se kur do të përfundojë.